Organizojmë bashkë kuzhinën si kur më parë. Shikoni pak këtë transformimin dhe këtë tjetrin të erëzave. Gjithmonë kam dashur t'i organizoj erëzat kaq mirë dhe më në fund i gjeta gjitha produktet që më duheshin në Temu. Tani kam një sirtar dedikuar erëzave super të rregullt. Po këto tenxheret që janë kuturu këtu, shikojeni pak sa rregullt. Si një person që vetëm blen enë të reja dhe që gatuan shumë më bëhen shumë rëmuj dhe fal këtyre organizuesve nga Temu, kjo pjesa ku vë tenxheret nuk duket më super rëmuj. Kalojmë pak te tiganat se dhe aty është i njëjti muhabet dhe rregullimi u bë i mundur fal këtij organizuesi që ishte jashtëzakonisht shumë praktik. Mund vendosni aty tigan ose kapak që i keni rëmuj. Edhe tek tasat bëra një ndërhyrje të vogël dhe duken kaq bukur të organizuar, shumë ndryshe nga ç'a ishin më përpara. Dhe i radhës është rafti i ushqimeve, të cilat unë i kategorizova. I vendosa në këto si tip shportash, makaronat me mielin bashk, pastaj në një shport tjetër drithrat, farat e kështu me radhë. Një organizues tjetër shumë i mirë për kavanoza është ky që rrotullohet, ndërsa për orizin ky tjetri që ka dhe masat tek gota. Shpresoj t'ju kenë frymëzuar dhe ju dhe mos harroni të përdorni kodin tim për produktet me 0 lekë.